Spektakël dhe emocione të forta. Atletico Madrid dhe Paris Saint-Germain jadonën që përmendin një fitore shumë të rëndësishme në mbrëmjen e sotme në Champions League. Përshëndetje miq të rinj nga unë Eva Murati, ritakohemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, gati për të marrë emocionet që na dhuroi kjo mbrëmje fantastike Champions League. Avokat, si e ndalën kjo mbrëmje? Ndeshje shumë të bukura, edhe të shumë të bukura, shkruar në futboll shumë të bukur edhe sonë, por ajo që më bëri shumë të mirë ishte që nuk prisej që do të kishim një ndeshje me 2-0. Kështu që ndoshta rezultatet janë çik më të gjera le të themi që kanë një ndikim shumë të madh në ndeshjen e javës tjetër. Kështu që kjo është surpriza e ndonjë. Liria? Atëherë për mua ishte një mbrëmje fantastike dhe kanë bërë hap drejt kualifikimit në bajnë mund të Atletico. Ka luajtur në mund të shkëlqyer. Për mua Atletico dhe Parisi kanë kaluar gjithmonë. E kaloj që sonda. Mirë, ne do flasim edhe pak më gjatë për analizën e plotë, por si fillim do të shkëputemi për pak publicitet. Mos ndroni kanalin, jemi në Champions. Ndeshje mbarua? Po. Facciamo un giocone.
gati. Gati, Gjuna? Kemi zërish në studio Champions League, dashur për të fokusuar tek suksesi i Atleticos së Madridit 2-0 ndaj skuadrës së Barcelonës. Nisim diskutimin bashkë për shëndetin e këtij ndeshje. Mendoj që është një fitore shumë e madhe Atletico Madridit, jep një vetë se ndeshjen e fundit ta shikoj më me besi. Patjetër është një hap më afër kualifikimit se sa Barcelona, edhe sot ra miti i fushës që është ka mbullohu për Atletico Madrid ashtu siç rave miti Bernabeu për Bayern Munich. Biti të bllokoi pikat e forta të Barcelonës duke bërë dublazhet e dhura në pozicionet e fushës ku Barcelona shquhet që ka lojtar cilësor, siç është edhe Yamal. Por besoj që edhe sot në daljen e kartonit të kuq erdhi si pasojë së mundjes si ka ky skuadër në vendosjen e linjës së mbrojtjes. Kështu që një skuadër si Barcelona që sezonin e kaluar në gjysmëfinale ka pësuar 23 gola në Champions League dhe si vjet ka 19 gola të pësuar, besoj që ka shansin shumë të vogël për të kaluar në nivelet e tilla pse jo në finale. Kështu që është shumë e vështirë ndeshja e timit, patjetër që avantazhin e ka Atletico Madridit këtu 2 gola të shënuar dhe mënyrën se si u qas ekipit të Barcelonës dhe sot tregoi që dherjet kanë qenë goditur. Alvarez në atë gol të shënuar shumë të bukur, besoj që i ka dhënë bukuri kësaj skuadre që përveç se ka ditur në këto vitet e fundit të mbrojë mirë, por me cilësinë që kanë tashmë në sulm, se jo mund të synojë edhe diçka më tepër nga ky kompeticion. E vërtet, nëse e vërtet. Gjava, pavarësisht se ndodhi në vjet lojtar, skuadra e Barcelonës besoj ka pranuar zhvilloi një ndeshje mjaft të mirë. Përjashto këtu vetëm gole në momentin e golit që nuk i erdhi, ndoshta kjo edhe për çështje fati, apo jo? Patjetër, për çështje fati, për çështje shfrytëzimi energjie, nuk është e thjeshtë luash në një skuadër si Atletico Madridi me një lojtar më pak pozitiv në ndeshje. Gjë që kushtojë shumë skuadrën e Barcelonës, sepse shpenzimi i energjive është dyfisht. Nga skuadra kundërshtare, që thashë ambientit të publimet apo dyfishimet e markimeve në lojtarë caktuar si Yamal, që edhe pse i kishte këto dyfishime arrinte të prodhonte diçka gjithmonë bëhet më lehtë, sepse ke një lojtar më shumë dhe ke mundësi të menaxhosh aftësirat në fushë. Që e ndikoi jo pak ndeshje, sepse edhe në momentin që mori kartonin e kuq, në atë moment pësoi edhe golin Barcelona, që çdo gjë i shkoi në malore. Dhe nuk është e thjeshtë pas e të luash në të tilla nivele me të tilla skuadra, me një skuadër si Atletico, që sot ishte perfekt në mënyrën e organizimit, në mënyrën si mbroi, edhe pse pësoi nga Barcelona, është pa mundur që mos mësosh aksione të rrezikshme nga Barcelona, sepse ka shumë cilësi. Ka shumë cilësi përpara. Yamali sot rikonfirmoi, edhe pse nuk arriti të shënonte vetë apo nuk arriti të bënte të shënonte në një shok, rikonfirmoi që është numri 1, është panik për çdo ekip kundërshtar. Unë besoj që në kushtëzimin e 10 lojtarëve dhe me rezultatet që pati sot Barcelona ta ketë shumë vështirë, edhe pse kjo Barcelona ka mësuar në momente saktuara që nuk është për të thënë asnjëherë që ka mbaruar çdo gjë. Se do të jetë tjetër, edhe pse është fushë shumë e vështirë Atletico Madridit, do të jetë në kushtet barabarta numër lojtarëve në ndeshjen tjetër, nuk do të ketë gjë për të humbur, cilësinë e lojtarëve e ka. Kështu që prapë do të jetë edhe ndeshja e tjetër do të jetë ndeshje e bukur. Mirë, do të jemi momentet më të mira dhe golat e sfidës Barcelona Atletico Madrid.
Cecilia I ka në i mrekullueshëm na pret një super përballje spanjolle, por të herë e vlefshme për UEFA Champions League në çerezfinale të këtij edicioni dhe Barcelona pret Pedri, të majtë Marcus Rashford, ja vojnë zotës që të një Rashford, për hoqja atësia për të djatë Marcus Rashford, qëndrore. Brimer para kundërshtarët e tij, Julian Alvarez, Feliz Pedri e zotës, Julian Alvarez, ndalek! Provon të një për jele visja pisho, Cancelo, e forte djatë e tij, por qëndrore edhe këtë herë. Pasimi Daniel Garcia, shkosim e mirë, të Marcus Rashford, e kësën një topin. Realizimi nga Federer dhe Lamine Yamal dhe Rashford! Rashford Barcelona, por nuk vjen nomi! Garcia ja del të kërë tope mund të edhe një për Barcelona Dani Olmo, anon tjetër në kërgjit të Marcus Rashford! Juan Musso! Dhe nga distantajera Martin! Ka të kërgjit shumë të mirë në skuadrë si Julian Alvarez dhe Alba Misa në shumë shumë marrë si për kolla shkarë shëllime Julian Alvarez! Çfarë goli! Spektakular! Provon një realizime në këtë Marcus Rashford, në balë tek Marcus Rashford, shpat Musso, Rashford! Pise për të djatë Marcus Rashford! Vetëm traversa në goli! Lamine Yamal, po kërë në shumë e parë me kokë! E pa besueshme! Dani Olmo nuk ja tek do ta devijoj! Popi dhe kraut majtë, shumë selësirës, Mateo Ruggeri e drejtë që Somlo! Aleksandar! Somlo! 0-2 Atletico! Simone rezikon në tope më për ti, Joao Cancelo! Shmaki kundërshtar Godinja! Dhe vjen për shëllima e një shmërkonash, Atletico triumfon 2-0 dhe Barcelonës në Camp Nou. Vetëm? Se minutët e fundit I ka lidhë shkallë. Se si tha atje në përmjet të shkallë. Ju qenë sa fjallë në kanë të Për Griezmann, si ka një që janë të pozatër e nësë të regjesër. E i kështë për Inter e këtë sotë të cenu, edhe me një vjetë një. A i funksionoj dëgdajë në mënyrë perfekte, a i lujti shumë lujmë top që atë këtë me Rashford. Rashford ka 600 nga vjetë një globë. Ishe një Rashford e këshin majtë Manchesteri, e këshin majtë do. E të rëgoj që ka rritu më të ndonë, për të rrasë të tërë, e shport të zbëgën. Grup shumë dhe shumë dhe taktiki shumë lartë të Atletico se sa Barcelona. Barcelona du si ke lagja, dhe është njëri që re dhe do dalë aksion. Brava asi gjovë, cop. Ai qëtë me djeqari është të tari bukur e Bernal. Për mu, me këta dy, me Lukman dhe me atë Alvarez, do t'ja hapin probleme gjithë ta. Ka luj fort me shpirt, nata janë shumë, me shpirt dhe jetë shpirt. Gati quna? Vazhdojmë të analizojmë skuadrën e Barcelonës, do dalim pikërisht këtu te këndeshja që ajo zhvilloi me Atleticon e Madridit. Vazhdojmë diskutimin së bashku me Lirin, do të flasim gjithashtu edhe për golin e Atleticos së Madridit, realizuar nga Julian Alvarez. Duhet thënë një kryevepër e vërtetë. Ai ka kohë që më bën kryevepra, edhe sot e çon avantazhin në fundin e pjesës parë në një hyrje shumë brezënëse. Janë të tipit Messi, dhe për ironi të fatit ja bën Barcelona. Dua të them që skuadra e Atleticos sot më është dukur shumë e organizuar taktikisht, ka vepruar shumë mirë në fushën e lojës, ka shfrytzuar shumë mirë të gjitha mundësitë dhe rastet që u dha, dhe po ta shohësh të luan me shpirt. Lojtarët e Atleticos Madrid japin shpirtin në fushë, janë të gjithë sakrificës. Barcelona e luajti lojën e saj, i krijoi mundësitë e veta, po me Rashford
Tani, që për të thënë, Lewandowski është në perëndim, është perëndim I thellë fare. Lewandowski. Dhe e themi me shumë keqardhje këtë, për të vërtetën. Vetëm një herë për të kohë. Lewandowski 90 minuta një herë për të kohë. Dhe ky Rashford, po të ishte mirë ky e mbanin Anglinë. Tash ky Rashford doli 5 herë atje as nuk ky afro gol. Jo që kishte ndaj pretendim që do shënonte Rashford. As nuk shkoi në mend që do shënonte ndaj gol. Kështu që historia është që në rast se ti krijon mundësinë në shkoshorët e ty ke të ngrej shumë lart. Me këtë dyshim nuk bësh dot asgjë, sepse sumës kushtojnë. Po nuk po pra dhe kushtojnë shumë, sepse provizojnë gjithë punën në gjithë ekipin. Po me Lewandowski në Rashford do të fitojë Champions League-ën. Është totalisht e vërtetë. Avokat, vazhdojmë diskutimin së bashku, flasim për Atletico dhe Julian Alvarez që është pak I preferuar jote, e ke shprehur. Pak si shumë. Okej, Mos lëmë do për kishën. Është tash shumë I preferuar. Shumë I preferuar sepse në ditët e sotme është vërtetisht I gjesh sulmues të këtij lloji që ndoshta nuk kanë një fizik të jashtëzakonshëm, por që të gjitha cilësitë e tjera që duhet të ketë një lojtar I pozicionit sulmi I kapë, nuk mund të gjesh dot një defekt, është I shkëlqyeshëm në gjuajtje, është I domethënë në mënyrën e markimit në zonë kur kërkon topin, I ka gjitha cilësitë. Shqiptar sllave dhe shqiptar luan me partnerët e tjerë, domethënë, kështu që është lojtar I rrallë në ditët e sotme. Nga kjo pikpamje edhe golin, domethënë edhe gjuajtjen nga larg ka se jo të gjithë e kanë këtë cilësi, kështu që madje unë do doja, domethënë që ndoshta një skuadër pak më të madhe se sa Atletico, ose ku flet Atletico. Ku do të rashi? Milan. Ka filluar E dëshira. Jo, e pjegullisi jetës time nuk ka më dëshira. Se këto janë dëshira që... Ja dëshira më me këmë në tokë, përkasin një pjesë e që ma gjami, që beson në shumë gjëra. Tani ka filluar mos I beson në të gjëra, por që e meriton ai si lojtar, mendoj që të ketë një skuadër, ndoshta edhe Barcelona, ndoshta edhe një skuadër tjetër, Arsenal, do e kishte pas tjetër shumë të Arsenal, sepse Arsenal ishin ose të Real Madrid. Unë por ai sa mund kuptoj unë dhe sa mund të ndoshta është edhe çështë gustos, por midis Mbappé dhe Julian Alvarez në të Reali vot lozë Julian Alvarez. Kështu që është për mua është lojtar I veçantë. Gjafa, Barcelona ku ka boj, taktikisht I basej, duke hequr edhe pjesën e interioritetit numerik, normalisht që besoj e ndryshoj komplet përballën. Është pamundur që mos ta përfshijmë atë pjesën se deri në momentin që ishin në numër të barabartë lojtarë, Barcelona kishte dominancë ndaj Atleticos, edhe se ishte një skuadër shumë të organizuar, siç është Atletico Madridi, kishte raste për të kaluar në avantazh, ishte superiore në realizimin e rasteve, dhe pastaj në momentin që mbeti me 10 lojtarë, soi dhe golin, dhe aty pastaj nuk është se mund të flasësh më për aspektet taktike apo gjëra, sepse një skuadër që është me një lojtar më pak dhe është e detyruar, aq më tepër që duhet të shpëtojë për të tentuar gjithçka për të arritur barazimin, dhe I pati mundësinë dhe për të arritur barazimin, pa që tha Dirimi, Rashford shpërndoroi shumë, sot u ndje shumë mungesa e Rafinhës, kështu që më tepër ishte në momentet e caktuara nuk mund të flasësh më pastaj për aspekte taktike me inferioritet numerik sepse I detyruar që mbase dalësh nga ato përgatitjet që ke bërë përpara ndeshjes. Se këto janë ato momente që skuadra nuk ka më atë konfigurimin e dur, nuk është më ajo skuadër që ti ke përgatitur se si do të përballesh. Më tepër për një skuadër përballë si Atletico Madridi që intensitetin e lojës se ka armën e saj më të fortë. Nuk është e thjeshtë asnjëherë që thuash me këtë skuadër. Shumë vërtet. Çfarë nuk e di, skuadra e Atleticos duket sikur ka fituar shumë terren përballë Barcelonës, nisur edhe nga paraqitja e mbrëmjes së sotme. Ose mund të bëhet një parashikim sa shanse jep katalanësve për një përmbysje javën pas. Tjetër që rezultati I pasë 2-0 dhe në një se si qenë Barcelona sot jep shpresa të mëdha për kualifikimin në tek. Por problemi është që kjo Barcelona ka mësuar që në momentet caktuara që ne mendojmë që e ka të vështirë I nxjerr golat nga vetë. Kështu që lojtarët që ka edhe pak të pa sot në të mështrimin tim, sepse I kryuan raste, për mendoj që në ndeshja e Krimit
është ajo që nuk kanë çfarë të humbasin, por sa do arrijnë ata që të bëjnë diçka më tepër se çfarë bëhen sot, sepse në përgjithësi sot nuk është se funksionojnë shumë mes fushës. Edhe linja e mbrojtjes momenteve të caktuara dhe për të dëshiruar, ndoshta do bëjë edhe në ndeshjen e timit. Pra kemi një skuadër shumë të duruar, siç është Atletico Madridi, që e kanë ADN-n e vet. Dhe besoj që e mori fytyt e këtij durimi në cilësinë e lojtarëve që kanë marrë sulmi dhe kemi një Barcelonë që shpeshherë e shikojmë që luan për gjithçka, po pa një plan rezervë në mënyrë se si duhet të qasësh ekipeve kundërshtare. Pra që është problemi që mund të shënoj patjetër në ndeshjen e timit Barcelona, po ka një handicap shumë të madh dhe një problematik shumë të madhe në mënyrën e pësimit të golave. E thashë më përpara që janë shumë gola për një skuadër që tenton të marrë Champions League, 19 gola deri në çertfinale dhe 23 gola deri në gjysmëfinale sezonin e kaluar. Pra këtë duhet ta rregullojë sepse 40 gola për 2 vite në një kompeticion të tillë, skuadrat kundërshtare nuk ta falin. Sot nuk ta fal Atletico Madridi, por përballë Barcelonës. Nuk ta fali për një skuadër tjetër. Një skuadër shumë e fortë mes. Shumë e vërtet. Mëse e vërtet. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, mos e ndroni kanalin. Jemi në prim në Champions League.